Mbi tavolina ju ka vendosur edukatora fletat e punës të matematikës. Dhe këtu kemi të vizatuara blet që do të bëjmë mbledhje dhe zbritjen me një njësi të numrit 3. Kemi në ushtrimin e parë 2 blet që presin shoqen e tyre dhe duke u bashkuar së bashku 2 shoqe. Edhe një shoqe, sa shoqe bën? 3. Pra 2 shoqe edhe një sa u bën? 3, bravo, 3 shoqe. Pra bën mbledhje. Dhe kur janë 3 shoqe, shikojmë këtu me edukatorin në ushtrimin e dytë. Janë 3 shoqe blet. Njëra ikën. Sa mbetën? 2. Pra bëjmë zbritjen e numrit me një njësi. Pra njerë, kur ne ja shtojmë një, numri jon bëhet i madh, dhe kur ne ja heqim një, numri jon bëhet i vogël. Bravo, pra 1 edhe 1 bëhen 2. Po të shtojmë edhe 1 bëhen 3, bravo. Ha? 1 edhe 1 bëhen 2, po të shtojmë edhe 1 bëhen 3. Aj sa numri që kemi mësuar të numërojmë, edhe të njohim. Po, kurse 1, 2 edhe 1 bëhen 3. 3, bravo. Tashi fillojmë detyrën me edukatorin, do ju ndihmoj të gjithëve, sepse nuk e bëni dot vetëm pa ndihmë. Shikojmë edukatorin këtu. Ti kemi 2 blet, po vjen dhe i blet. Sa blet u bën? Numëroj të gjitha? Po goca, dëgjojmë shoqen. Numëroj 1, 2, 2 edhe 3. Pra çfarë do vëm këtu numrin? 3. 3, ha? Hajde vëmë me edukatorin se je vogël. Kape lapsin kështu ke dora? Kape lapsin ke dora. Pra do vëm numrin 3, 1, 2. Kështu është treshe. Pra 1, 2. Shumë edukatoren? 3. Tani 2 edhe 1, edhe këtu 2 blet, edhe 1 blet, 3, 1, 2, opa, 3. Tani këtu kemi 1, 2, 3 blet. Ikën njëra. Sa mbetën? 2. Bravo. Do vëm 2-shin. 2-shi është kështu me edukatoren. Edhe këtu 3 heqim 1, mbeten 2. Mirë? Da, do t'jap edukator pasaj të ngjyrosësh me portokalli. Urdhëro me edukatorin, ngjyrosi tash të gjitha bletët. Ngjyrosi. Tani shikojmë edukatorin Alea, kape lapsin. Tani shikojmë edukatoren. Janë 2 blet këtu. Presin që po vjen dhe 1. Sa më bëhen gjitha së bashku? 3. Pra sa u bën? Bëre 3-shin këtu. E mban mend ato 2 rrumullaket që mësoi edukatorja? Pa zhur. Do viket gjithë edukatorja. Do ju ndihmoj të gjithëve. E vore 3-shin, bravo, të lumë, dora e vogël. Alea të lumë, dora e vogël. Tani, kemi, pa zhur, nuk i bëjmë shumë shokve. Kemi 1, 2 blet, po ikin në një drejtim, dhe sepse janë 1, 2, 3, po 2 po ikin në një drejtim dhe njëra po largohet veç shoqeve të saja. Nga 3 heqim 1 blet, sa blet mbeten? Jo, janë 3 blet, 1, 2, 3, ikën njëra, sa blet mbeten? 2, bravo, vendos 2-shin këtu. E vendos 2-shin. Bravo. Bravo, e bërë shumë bukur. Edhe këtu, 3 heqim 1, bas 2. Kujdes, shi. Një aftë ka zhurë, more, nuk i bëjmë shumë shoku. Shiko sa bukur poezi problemin, Alea. Mos bëni zhurë, se do të shoj edukatorit e juve si e zini problemin. Bravo. Do t'jap edukatorit të ngjyrosësh bletët. Kape këtu të shi edhe... Në ushtrimin e parë kemi 1, 2 blet që po presin këtu. Sa bëhen të gjitha së bashku? Pra 2 edhe 1 blet që vjen, sa bëhen të gjitha së bashku? Ha? 3. Pra sa u bën të gjitha së bashku? Vendose 3-shin këtu. E vendo 3-shin? Po, si ajo aty. Ngjyrosi. Aleksa, ngjyrosi të gjitha bletët. Vazhdo ngjyrosi. Bravo, shiko si e bën Alea, bëj edhe ti Aleksa. Bravo, 3. Tash shikojmë, janë 1, 2, 3 blet, po njëra po ikën drejtim tjetër. Sa mbetën? 2, vendos 2-shin. 2-shin është i këtu. Shikon me edukatorin? Bravo. Po, e bën në formë rrumullake me bisht poshtë, ja si këtu. Jepi dorës. Bravo, je shumë e mirë. Bravo Fabriela. Edhe këtu, 3 heqim 1, 2. Po, 3 heqim 1, 2 aty. Po? Bravo. Po edhe këtu, vendosë se ke plotësu. Këtu i ke vënë 3 ke bletët, po edhe këtu 2 edhe 1, 3. Vërë 3-shin edhe këtu, si kjo këtu. Kujdes. Kujdes sa edukatorja, nuk bëjmë zhurë.
problem, e vogël je, ha, vazhdo. Je shumë e mirë, bravo, të t'jap edukatore tash të ngjyrosësh bletën. Mbaj ke si këtë. Kujdes. Filloj ngjyros. Shikoj me edukatorin. Jam këtu 2 bletë që po presin. Vjen edhe një shoqe. Sa u bën të gjitha? Numëroj gjitha së bashku. Jo 4, është një shi i pari. 1, 2, edhe 3. Adre qa numri do vëm tu? Shi the 1, 2, 3, qa do vëm tu? Jo, dyshin. 1, 2, 3. Qa do vëm tu? 300 edukatore. Kjo e këtu. To 2 rumbullaket. Vëre këtu. Pa zhurmë, lëre të punojmë. Se cila punon për vete. Nuk i ndërhym shoqes. Jo, 2, jo, këtu vje 3. 3 këtu edukatore. Kujdes. Doj me edukatoren. 1, 2, 3. Pra 2 janë këtu që presin. Vjen edhe 1. Sa bëjnë gjitha së bashku? Jo, po 2 janë këto. Vjen dhe kjo, sa bëjnë? Numëroj gjitha? 1, 2, edhe? Kush vjen mas 2-shit? 1, 2, po tjetër? Shifto, 1, 2, dhe 3. Pra 3. 3 shi. 2 edhe 1 që vjen këtu, 3. Edhe këtu 2 edhe 1, 3. Po këtu janë 1, 2, 3. Iku njëra, sa mbetën? Po iku njëra, shiko këtu, sa mbetën? 2, bravo, pra vendosëm 2. Edhe këtu 3 e heqim 1, baras 2. Mirë, bravo. Kapi këtu me edukatorin, prit tashi të t'jap. Amelia, ja të fillojmë ushtrimin me ty. Shikojmë me edukatorin tashi. Shikojmë këtu. Këtu ke 2 bletë që po presin. Vjen dhe një shoqe. Sa u bën gjitha së bashku, numëroj? Ha? Bravo? Bravo, je shumë e mirë. Pra, qa do të vëm këtu, cili numër? 3, bravo. E vë do të numrin 3 kështu? Hajtë të ndimoj edukatorja. Do servisim dorën me numrat. Një rumbullake tjetër. Në rregull, edhe këtu. Një rumbullake dhe një rumbullake tjetër. 3, në rregull. Tash e shojmë edukatoren. Ke 1, 2, 3. Ikën njëra, sa mbetën? Bravo, për 2-shin këtu. Po 2-shin e bën dot? Si ky këtu? Hajtë të ndimoj edukatorja. Do servisim dorën me numrat. Ashtu 2-shi. Edhe këtu. Opla, në rregull jetë shi. Tash i vetëm do gjyrosësh. Prit me edukatoren. Fillo dhe ngjyrosë të shi. Sajt voglës ja bën edukatorja të shi. Ja prit me edukatoren. Belkiza vogël. Belkiza, shi me edukatoren këtu. Shive. 1, 2, blet, edhe një blet, bën 3 blet. Si me këtu me edukatoren? 3 blet. E themi bash 3 blet. 1 blet. Edhe 2 blet, 3 blet. 3 blet. Thuaj 3 blet. 3. Edhe këtu 2 edhe 1 baras me 3. 3. Shiftu e Belkiza. 3 heqim një blet, ikën një blet, mbeten 2 blet. 2. Edhe këtu 3 heqim 1, 2. Që dhe, prit jap edukatore ta ngjyrosësh. Kemi në flet 2 blet që presin. Po vjen edhe 1. Sa blet u bën gjitha së bashku? 3. Bravo, vër 3-shin këtu e bën do 3-shin? 2 rumbullake. Të ndihmoj edukatorja? Të ndihmoj unë, pse me dorën e majt? Kape dorën tjetër, me dorën tjetër lapsi. Bje dorën tu edukatores? Atëhere. Prit. 1, 2. Prit me edukatoren? Dale, 1 minutë të marim një laps me ngjyrë. Ha, Mari? Pje dorën edukatores të ndihmoj. 1, 2. Pra 2 rrota. Edhe këtu. Dale dorë, largohe. 2. Edhe 1. Baras 3. Ha, Mari? Ta shishojmë ushtrimin tjetër. Ke 3 blet. 1, 2, 3. Ikën njëra. Sa mbetën? Sa mbetën? 2. Bravo. Vendos 2-shin këtu. E bën do 2-shin? Si ky këtu. Bë 2-shin. Mjaft pa zhurmë. Pa zhurmë. Po, dale, bravo. Bë dhe një 2 shtu. 3 heqim 1, 2. Bravo. Vetëm kujdes. Edhe më bukur do e bësh 2-shin. Do servisësh dorën dhe në shtëpi. Mirë. Mirë edukatore. Sa shim baja Anea. Prit jap edukatore laps ty. Fillo dhe ngjyros me të gjitha bletët. Tani. Anea.
Shojmë edukatoren, prit. Anea, prit. Jo, nuk do i biesh për sipër. Ty mbaj lapsin mirë, shiko këtu. 1, 2, blet po presin. Vjen edhe 1. Sa u bën gjitha së bashku? Numëroj? 1. Ha? 2. Edhe 3. Qa do vëm tu? 3. 1, 2, 3. Hajde të ndihmoj edukatorja. Ushojmë pak, ushojmë. Pra 3 ky këto. 1, 2. Edhe këtu 2 edhe 1, 1, 2, 3. Tani shojmë edukatorin. Shik këtu. 1, 2, 3 blet. 1, 2, 3. Ikën njëra, sa mbetën? 1. Jo, mos i meti 1, shi sa mbetën aty. Numëroj ato bletët aty. Numëroj. Mos zhgravit aty kot. Numëro bletët. Numëroj këto bletët këtu. Numëroj bletët. 1, 2. O edukatore, numëro bletët. 1, 2. Po të them numër. Ha, 1, 2. 2. Pra do vëm numrin 2 këtu. Nga 3 blet, iku 1, mbetën 2. Edhe këtu 3 heqim 1, 2. Një kujdes, do servise shojtë në shtëpi. Mbaj rajdenin këtë. Bravo. Punoj me rajdenin tashi. Prit në edukatore. Anea, gjërosi bletët të gjitha. 3 shi, këtu 2 edhe 1, 3. Edhe këtu 2 edhe 1, 3. Tani, shifto, kemi 1, 2 blet që janë duke ikur, po ndahen nga shoqja tyre dhe 1, po ikën drejtim tjetër. Sa blet nga 3 ikën 1, sa mbetet? Numëro, 1, 2. Po ha pra edukatore, atëre këtu do vendosim 2-shin, edhe këtu 2-shin. Andaj mos u mungo me nejtë në shtëpi, se nuk i bën dot ushtrimet si shokët. Ngjyrosi bletët tash, ngjyrosi bletët. Noe, shohim edukatoren këtu prit. Noe, kapi këtu lapsin, fillo me edukatoren. Shikojmë këtu. Noe, kemi 1, 2 blet që presin, po vjen edhe 1. Sa blet u bën të gjitha? Pa zhurmë gocat, sa blet bëjnë së bashku? Shif këtu, shif, Noe. Janë 1, 2 këtu, po vjen dhe 1. Sa u bën të gjitha? Numëroj gjitha? Numëroj të gjitha, Noe, mbaj lapsin kështu në dorë dhe numëroj. 1, 2, fillo. Ha? 2. Edhe? 3. Pra, sa blet janë të gjitha? Sa blet janë të gjitha? Jo, si janë 2. 1, 2, 3. Sa janë? 2, 3. Sa janë? Sa janë, mori ta shiese? Ha, dhe 3. Sa janë? 2, 3. Po thuaj pra sa janë gjithë, Arnesi. Se ky nuk e bën dot ushtimin. Thuaj edukatores 2 blet, edhe 1 blet. Sa bëjnë të gjitha? Sa bëjnë gjitha? Pra sa bëjnë të gjitha, Luku? Bravo. Ha pra sa mirë po thotaj. Pra 2 këtu edhe 1 këtu, sa bëjnë të gjitha? 2. Jo, 2 janë ato, 2 janë këtu. Vjen dhe 1 këtu, sa bëjnë të gjitha së bashku? Mos fol kot më kot. 2 janë. Vjen dhe 1, sa u bën? 3 pra, 3. Pra. Atëre vër 3-shin këtu. Gocat mos bë zhurmë. 1, 2, kjo është rumbullake. 2 rumbullakët bëjnë 3-shin. Sho, 2 gjysë rumbullakët. Atëre 2 janë këtu, 1, 2, 3 bashkë me këtë iku kjo. Sa mbetën aty të shi? Sa mbetën? Hëmë Noe. Hëmë Noe, për prapsira i kampion Noe. Ha të shi, 1, 2, edhe 1 këtu, 3, ikën njëra, sa mbetën? Mbetën me të numëroj këto 2-a. 1, 2. Mirë. 2. Pra 3 iqim 1, 2. Dale t'jap edukatorin. E bëjmë ushtrimin me edukatorin këtu të shi? Hajde më këtë iqi Enes, që t'i lësh vëndë dhe shokë. Arnesi, tani shojmë edukatorin. 1, 2 blet po presim, vjen dhe 1. Sa bëjnë gjitha së bashku? 3. Bravo, 3. Je shumë i mirë. Vendose 3-shin këtu. E bëndo të 3-shin këtu? Tu? Apo të një më edukatorja? Jo aty, të i barazimi këtu. Këtu. 1, 2, kësho. Edhe këtu. Prit pak, 2 edhe 1, 3, edhe këtu 3. Gocat, pa zhurmë, moj, pa zhurmë. Mos bëni zhurmë. Ta shiftu me edukatore. Janë 1, 2, 3. Njëra iku, sa mbetën? Sa mbetën? Jo, ishin 1, 2, 3 iku njëra, sa mbetën këtu? Numëroj. Sa e mbetën? Shqipra numëroj këto, numëroj. Ha? Edhe? 2. Bravo, për sa mbetën? 2. Bërë 2-shin këtu. 2. Kësho 2-shi. Edhe këtu. 3 heqim 1, 2. Mere të ashin gjyrosi. Gjeri këtu. Vazhdo në gjyros gjithë bletën.
Gjithë bletën, po. Po, të gjithë. Kape lapsin të shigeri. Gocat, pa zhur, moj, dëgjojmë shokët. Gocat, pa zhur. Kejsi ullo. Urdhro. Kujdes sa edukatorja. Nuk bëjmë prapësira. Shiko këtu. 1, 2, po presin, Geri. 1, 2 blet, po presin. Po vjen edhe një. Sa bëjnë gjitha së bashku? Numëroj? Fillo. 1, shi i pari. 1, 2, edhe 3. Bravo. Pra sa blet janë gjithësi? 3 më edukatore, 3. Gjithmonë e ke problem këta. Numëron 2, thua 3. Numëron 3, thua 2. Po thuaj aq sa numëron. Shifto, 1, 2, 3. Pra sa janë gjitha këtu? 1, 2, 3. Sa janë gjithësi? 1, 2, 3. 3 pra 3, thuaj 3 më Geri. 3, ashtu, 3. Hajde ta bëjmë bashkë me edukatorin 3-shin. 1 rumbullake, 2 rumbullake, edhe këtu. 2 edhe 1, 3. Tash shiko këtu. Janë 1, 2, 3 blet. Njëra ikën, sa mbetën? Numëroj këto bletët që mbetën këtu. Sa mbetën? 1, 2, ku është 3-shin? E kam mbuluar unë 3-shin. Vetëm 2 mbetën, se iku njëra. 2 ikin këtej, një andej. Pra 2-shin do vëm këtu. Geri. Prit. 2 këtu. Edhe këtu 2, 3-shin, 1, 2. Prit tashi me edukatoren, mbarove, vazhdo me 3 të tjerat, me 3 bletët. Tashi Enesi, kapi lapsin në edukatore. Këtu, pushojmë bak, nuk bëjmë zhurmë, 1 minutë erdha. Aleksa, unë nuk e vëndi. Shiktu me duhe, jo, mos shkruaj kot më kot. 1, 2, edhe 1, sa bëjnë të gjitha këto? Numërojmë bashkë me edukatorin Enesi. 1, 2, edhe 3. Pra, sa u bënë gjitha së bashku? 3. 2 edhe 1, 3. Ta shi dhe këtu, shi me edukatoren. 1, 2, 3. Iku njëra, sa mbetën aty? Numëroj këtu, numëroj. 1, 2. Ashtu, atëre do bëm 2-shin, ka be lapsin mirë kështu. Urdhro. 2, edhe këtu 3-qim, 1, 2, mirë. Vazhdojnë, mbarove, edhe ato lartë, edhe bletët lartë. Të gjitha bletët, edhe këto. Po edhe këto këtu. I ke lënë pa gjërosur. Mirë. Ua, Kejsi, qaj ke për shoqës time? Qasha që ke ndorë? Qasha dhurat? Dhurat, i ke për dhurat shu, ja ke bërë surprizë? Do t'ja ja për shoqës o Kejsi? Jepja. Për Rajlën e ke pru, që u bë 4 vjeqe. E si do t'i thuash? Jo, të bëhesh 100 vjeç. Bravo, qo për qafoj me Rajlat, ka si e dhurat Kejsi. Hajde Kejsi, hajde për qafoj shoqja ty. Bravo. I dhe faleminderit me Rajla për dhuratën? Si dhe i thuash, faleminderit për dhuratën. Su dhe, ta ka po surpriz Kejsi. Bravo Kejsi, shoqe e mirë. Je shoqe e mirë. Kejsi e shoqe e mirë, mami. I ka bërë shoqes dhurat për ditëlindje, Bravo Kejsi, faleminderit Kejsi. Je shumë e mirë. Gjithë javën edukatori ju kam bërë mësim matematikën, por duke qenë se nuk kemi folur edhe për bletën që ishte mësimi i javës, nga që ne nuk e bëm mësimin në mësimin e kaluar dhe u detyruam ta bëjmë javën e bletës. Tani, shpejt edukatore sot do t'ju flas për bletën. Bleta është insekt, por insekti dobishëm, jo si insektet e tjera që bëjnë dëm. Ajo ushqet me lëngun e luleve në lëndina. Pin lëngun e luleve që quhet nektari, e themi gjithë, nektari, të gjithë, nektari, e pin nga zemra e luleve lëngun, e përpunon dhe e kthen në mjalt me atë tubin e gjatë që ka kështu si pip, thith lëngun e luleve se nuk ka gojë, por ka përdor një pip të gjatë dhe e pin lëngun e mban ke kraharorin i saj. Dhe kur shkon ke hoja, ajo hoja që është ashtu me vrima të vogla që e formon vetë me dyll, po, e formon vetë me dyll, atë hojen, e punon vetë me dyll që e merr nga, po, merr nga trungjet e pemës,
Shkon aty merr shirën e pemëve, e përpunon dhe e bën hojen e saj. Mirë, dëgjoj tash, dëgjoj edukatore. E përpunon, e merr pra nga dylli i pemëve, që rrjedhin ke lëkura e pemëve, e mbledh dhe shkon e çon në koshere dhe formon atë që ne i themi hoje. Peki kosherja vetë e formon atë që ne i themi hoje. E bën ashtu si vrima 6 këndëshe. Dhe pasi e ka formuar hojen, ajo fillon ato vrimat e vogla t'i mbushi me mjalt. Vrimat e vogla i mbush me mjaltin që mbledh nga lëngu i luleve. Po, Bleta, Anea, dëgjoj këtu. Bleta, po, trupin e ka të ndarë në 3 pjesë. Nga koka, kraharori dhe barku. E themi gjithë? Koka, kraharori dhe barku. Pra, trupin e ka të ndarë në 3 pjesë. Trupin, të gjithë. Trupin e ka të ndarë në 3 pjesë. Në 3 pjesë. Koka, kraharori dhe barku. Te koka ka 2 sy të mëdhenj që shikon mjaft mirë, Prit, jo një zemër, s'ka 2. 2 sy të mëdhenj që shikon mjaft mirë, 2 antena që merr sinjale kur ka keqbërës përpara për tu mbrojtur, kur është në fluturim, dhe dëgjojmë edukatoren, një ka zemër, të gjithë gjallisat kanë nga një zemër. Dhe një pip të vogël ke goja që pin lëngun e luleve. Prit, ke krarori, ajo mban lëngun e luleve kur e pin. Dhe kur shkon në hoje, ajo aty e derdh ke ato vrimat e vogla që ka formuar hojes. Kur shkon në koshere. Tani dëgjojmë edukatoren. Barku i saj, në fund të barkut ajo ka një thumb. Ato thumbi që ndonjëherë duhet kemi kujdesen se po t'i prekim koshere në asaj pa dashje, ajo e ka për mbrojtje, e ka tamam si shigjet ato thumbin. Dhe prit, po ta prekni ju ato ta bezdisi Bletën, ajo i ngullat thumbin dhe dora jon së muret ajntet. Jo, s'del gjak, po në ajt dorën, sepse ka me një helm atë ishtën e vetë, si themi ne, ato shigjetën e vetë, thumbin e vetë. Po, ja shikojmë tu me edukatoren. Pra, po ta prekim ne, pra ka kokën, ka këtë pipën këtu përpara që ajo pin lëngun e luleve, 2 sy të mëdhenj me të cilat shikon shumë mirë. Prit, ka, po dëgjoj, kraharori ku mban gjithë lëngun e luleve kur e pin derisa e çon në hojë, dhe barkun që në fund përfundon me një, dëgjojmë pra, përfundon me një thumb. Ka 2 krah të fuqishme, është shumë punëtore, po, është shumë punëtore, pa pushim punon. Po, punon gjithë ditën, pa pushim, është shumë. Po, pra, dëgjoj edukator, po, bravo. Ajo punon gjithë ditën, pa pushim. Urdhëron. Po, shpirt edukatorës. Pra, punon pa pushim dhe shkon gjatë gjithë kohës mbush hojen e saj me mjalt. Shkon në për lule, mbledh gjithë lëngun e luleve, por bën dhe një gjë tjetër, gjë të mirë luleve. Ajo me këmbët e saj që ka pak me push, ka këmbë të holla, kur ndalon mbi lule, merr pjalmin e luleve, që është një plur i verdh i luleve. Dhe i bën që duke çuar këtë pjalmin nga lulja në lule, lulet fillojnë të gjallërohen, pra i marrin jetë. Edhe njerë, themi bashkë me edukatoren? Kur Bleta ndalon ke lulet, merr pjalmin, që është një plur i verdh, dhe çon nga lulja në lule. Pra gjallëron lulet. E themi gjithë, i jep jetë luleve. Bravo, jeni shumë të mirë. Tani dëgjojmë edukatoren. Dëgjojmë. Prit. Po, kosheren, si tha edukatora, me çfarë e bënte? Me dyllin, e themi gjithë, me dyllin që merrte nga pemat, e përpunonte dhe bënte hojen e saj. Jo, bënte, është insekti dobishëm. E themi të gjithë, Bleta, të gjithë, Bleta është insekt i dobishëm. Pin lëng lulesh dhe bën mjalt.
Ashtu, bravo. Ndryshe pra nga insektet e tjera që vetëm pinë lëngun e luleve, por nuk bëjnë mjalt, kurse bleta e kthen në mjalt. Bravo. Jo, insektet e tjera nuk prodhojnë mjalt si bleta, ato vetëm hanë nga pinë lëngun e luleve, por nuk prodhojnë mjalt. Tani dëgjojmë edukatoren. Tani dëgjoni dhe diçka t'ju thotë edukatore. Bleta, si qeni ju këtu ke kopshi? Po? Jo, miza vetëm bën mikrobe edukatore. Tani dëgjojmë. Si qeni ju këtu ke kopshi? Çdo ditë edukatore vën një komandant. Prit pak, dëgjojmë pak. Urdhro. E bën kjo miza të e bën puçë, gogën e bën të. Po, bën puçër, sepse nuk është e pastër, është insekti pisët. Tash i dëgjojmë. Po prit se do flas, janë insekte nuk janë të dobishme, janë të dëmshme. Tani dëgjojmë. Mirë, dëgjojmë tash. Ju tha edukatorja. Tani dëgjojmë edukatoren. Si qeni ju këtu ke grupi? Çdo ditë edukatorja vën një kujdestar që ndan detyrat, ë? Vën kujdestar që ndan detyrat, them, jepja këtë detyrë për shembull Aleas, të Fabrielës, të Aleksës, të Rajlës, e kështu me radhë, ë? Aja ditë quhet komandant. Edhe bletët kanë një komandant, kanë një që quhet mbretëresha. Dëgjoj? Mbretëresha. Ajo komandon të gjitha bletët e tjera. Dhe bletët kanë ushtarët e tyre që mbrojnë kosheren, mos t'i afrohet. Pra, ato bletët e vogla që mos t'i afrohen ariu apo gjërat e tjera kur vend t'i marrin mjaltin, ë? Ato me njerë japin sinjal shoqeve të tyre kur i afrohet dikush për t'i prish kosheren dhe të gjitha sulmojnë dhe ngulin thumbat e tyre. Ajo që tha edukator që ato thumin e përdorin për t'u mbrojtur nga të tjerët që i dëmtojnë kosheren, ë? Pra i ngulin thumbat. Tani, dëgjojmë edukatoren. Pra, kanë një mbretëresh, kanë ushtar dhe bletët punëtore. Kush janë bletët punëtore? Këtu, Enes? Ato që grumullojnë mjaltin, grumullojnë atë lëngun e ëmbël që quhet nektari tek lulet dhe bëjnë mjalt. Mbushin ato hojen që e prodhojnë po vetë, e bëjnë me dyll dhe mbushin plot me mjalt. Njerëzit e pëlqejnë shumë mjaltin e bletëve sepse ndonjëherë mjalti është edhe mjekus për sëmundjet. Kur ju jeni të fëmijë të sëmurë, të dobët, a me njëherë babi dhe mami shkon të blej mjalt në pazar, t'ja u japi që ju e t'ju bëhen kockat e forta, të bëni të shëndetshëm, të bëni fëmijë të fortë dhe bëni dhe të zgjuar, ë? Kur ham shumë mjalt, bëhemi dhe të zgjuar. Po, si? Unë kam të shtëpia. Bleta? Po. Ke koshere bletësh ke shtëpia? Po. Po ti dhe kush ka koshere bletësh? Una. Ja, tash po më gënjeni. Të gjithë keni koshere bletësh? Jo, s'ka mundsi. Po, atë noën e di edukatori se ka gjyshja vetë koshere bletësh. Edhe ti ke? Bravo. Edhe Rajla. Edhe Gabriela jo. Po, ke koshere blete? Po i ke shtëpia më? Mirë, më bravo ju. Mirë. Tani, bravo. Tani dëgjojmë edukatorja. Po, tani dëgjojmë. Prit. Bleta bën ato vezet e saj të vogla, ke këto folete vogla që bën të hojes, i vë të vezhlit dhe i ushqen, po me lëngun e ëmbël që çon vetë ke hoja. Në rregull? Dhe kur andej dalin bletët e reja, edhe ato i mëson se si të shkojnë, po dëgjojmë pak edukat. Edhe ato i mëson bleta e madhe se si të shkojnë dhe të mbledhin lëngun e ëmbël të luleve, nektarin dhe të mbushin hojen me mjalt. Në rregull? Pra, këto ushtarët mbrojnë jo vetëm kosheren që mos i marrin mjaltin ato keqbërësit, por edhe të vezhlit e saj që i mban në hoje, brenda në hoje. Një pjesë të sheqerit që e mbledh të lëngut të luleve e mban për të ushqyer vetë, dhe një pjesë pastaj e marrin njerëzit si mjalt për të ushqyer njerëzit, ë? Ushqen dhe njerëzit me atë mjaltin e bletës. Pra që ju e pëlqeni shumë, po t'ja u blej mami, keni qef ta hani mjaltin, ë? E keni qef mjaltin? Kush e ka qef mjaltin? Ngri dorën. Të gjithë doni mjaltin, ë? Bravo. Bravo. E pëlqeni të gjithë mjaltin, ë? Mirë ke që edukatore. Pra dhe një, si që i lëngu i ëmbël që i pinte bleta ke lulet? Nek? Bravo Arnesi, nektar. Plumt, e mbajti mënd. Nektar. Po, ai pluri i verdh që merrte ke lulet për gjallëruar lulet të bleta, si quaj pjalmi. Bravo, pjalmi.
Pjalmi. Hapa. Pjalmi. A është pluri i verdh që ajo merr nga brenda luleve dhe çon nga një lule në tjetrën. Mirë, bravo, jeni shumë të mirë. Bravo. Edhe ky është maketi gjugasie dhe edukatorja që është plot me lule. Edhe në mes ka vendosur Bleta hojen e saj. Edhe Bleta e vogël këtu që po e mbush me mjalt. Ka pirë logun e luleve dhe çon ke hoja. Sot si dita e fundit e javës së matematikës, me edukatorin kemi dhe sot detyrat, por sot kemi me 2 njësi. Në mësimin e kaluar punua me 1 njësi, kurse sot e kemi me 2 njësi, mbledhje dhe zbritje. Plus 2 minus 2. Mirë? Kemi dje kishim me bletët që prisin shoqen ose kur shoqja ikte, kur numri bëj madh dhe kur i vogël, kur sot kemi me mollët, me bërthamsat e mollës. Keni kokat mbi mollë që do t'i plotësoni ju numrat, a? Aq sa ka këtu brenda mollës bërthamsa, aq do vini numrin lart dhe pastaj do bëjmë mbledhje apo zbritje nëse është zbritje dhe mbledhje këtu. Dhe do vëmë në fund numrin për katës. Në rregull? Të gjithë keni gati, Fleta do punojmë bashkë me edukatoren. Do punojmë së bashku. Matematika do ndihmë, nuk punohet vetëm. Shohim edukatoren sa bërthamsa kishte këtu kjo molla? 2. Atë çfarë numri do vinim këtu? Bravo. Po kjo sa bërthamsa kishte? Edhe çfarë numri vum këtu? 1. Atëre 2 këtu edhe 1 këtu, sa bën gjithas bashku? 3. Bravo. Vendosëm këtu numrin 3, edhe këtu 2 edhe 1 3. Tani kujdes, këtu sa bërthamsa ka molla jon? Atëre çfarë numri vëm këtu? Numrin? Bravo. Po këtu sa bërthamsa ka molla jon? E çfarë numri do vëm këtu? Bravo. Atëre 3, shikojmë këtu me edukator. 3 moll këtu. Ikin 2 bërthamsa, ikin 2 nga molla. Sa bërthamsa mbetën? Jo, sa kanë mbetur aty, shiko? 2, po, ikën 2 se dolën këtu. Po, sa mbeti këtu? Shifto. Shifte një. 3 bërthamsa. Ikën 2 dolën kja molla tjetër. Sa mbetën këtu? 1. Bravo. Atëre këtu do vëm 1-shin. Edhe këtu. 3 heqim 2 vër 1-shin aty si vis. Bravo. Je shumë e mirë. Bravo. Vetëm do ngjyrosësh. Leksa. Sa ka këtu i numërojmë edukatorin? 1, 2, edhe 3. Pra këtu do vëm 3-shin, po këtu 1, grizër 1, edhe 2. Tu vëm 2-shin. Atëre, shikoj edukatorin. Ikën këto, ikën këtej, dhe mbeti. Shohim këtu me edukatorin. Ikin 2, dalin ke molla tjetër. Sa mbetën aty? Mbeti vetëm? Bravo. Je shumë e mirë, vetëm 1. Atëre do vëm 1-shin këtu me edukatorin. 1-shin. Edhe këtu 3, heqim 2, 1. Bravo. Da t'jap edukatorin ngjyrosësh. Merë fillon ngjyrosi 3 këndçat. Vetëm 3 këndçat, si ka bërë shoqja. Tani. Edhe Fabriela, kape lapsin. Fabriela, shikoj me edukatorin tash. Sa bërthamsa ka molla këtu? Atë çfarë numri do vësh këtu? Vendose 2-shin. Po. Tu vjen 2-shin, te koka e mollës. Te bishti, 2-shin pra këtu e si ajo atje. Haj. Atëherë shikoj me edukatorin. Këtu 2, edhe sa ka këtu molla tjetër? Vendos 1-shin. Atëherë shikoj me edukatorin. 2 këtu kjo bërthama, edhe 1 bërtham këtu. Sa bërthama bën gjithsej? 3, për 3-shin këtu. Këto 2 rrumbullaket këtu, shef? Kujdes. Bravo. Pra, 2 edhe 1 barës 3 edhe këtu, 2 edhe 1 vër 3-shin aty. 3. Po, si ky këtu, vëre këtu. 2 rrumbullake. Po, edhe 1 tjetër. Bravo. Tani shiko. Sa bërthama ka kjo këtu? 1, 2, 3. Pra 3. Qa do vëm këtu? 3. Bravo, vëre 3-shin. Si ky këtu, vëre këtu. Po. Bravo. Tani shiko. Ikën 2 bërthama, dolën ke kjo këtu. Prit njerë, sa bërthama ka kjo këtu? Qa numri do vështu? Vëre 2-shin njerë aty? Kujdes. Po, he aty lartë, këtu, vër 2-shin.
Po, si kjo. Ky është dyshi. Mundohu të servisesh edhe në shtëpi që mos të harrosh kush është dyshi, kush është treshi. Ti kuptosh më herë vetë sa i shikon, pa ti treguar dikush. Jo, e ke po si 7, bëj çik më rrumbullake këtu. Më rrumbullake, kapet tash. Tash shikojmë edukatoren. Ikën 2 bërthama, dolën ke kjo tjetra. Sa bërthama mbetën aty? 1. Vendos 1. Jo, 1, 2 mos numëro. Këto nuk numërojnë. Këto të dyja dolën këtu. Tash sa bërthama mbetën aty? 1. Vendos 1 këtu. 1. Edhe këtu. 3 heqim 2, 1. Te pika, vër 1. Po, aty te pika. Ha, bravo. Ja dhe detyra u bë. Je shumë e mirë. Qa ngjyre do t'i bësh trekonçat? Mirë, të kuqet ja për edukatore. Do roz. Mirë. Jo, me atë mos i bërjer asaj. Si ti ka bën Alexa? Po, si, Alexa, vetëm, Alexa, jo edukatore, vetëm bërthamzat. Jo të gjithë mollën. Alea, ta shishojmë edukatoren, sa bërthamza ka këtu molla? Vendos 2 këtu lart. Po, shko me edukatore. Po, këtu sa bërthamza ka kjo? Qa do vëmë aty lart? Këtu, 1, vërë 1. Bravo. Atëherë shikojmë 2 këtu edhe 1 këtu. Sa bëjnë gjitha së bashku? 2 bërthama edhe 1. Sa bëjnë gjitha së bashku? Numëroj. 3. Pra sa u bën gjitha? 3. Bravo. Atëherë këtu do vëmë qa numër? Qa numri? 3. Bravo për 3. Kujdes, mos bëjmë zhurmë. Po pra si ajo, e bën dot. Kujdes, edukatore se do vi dhe ke ju. 3, bravo. Tani edhe këtu 2 edhe 1, 3. Ha, vendos 3, 2 edhe 1, 3 këtu te pika. Si kjo që bëre këtu, vër 3. Bravo. Ta shishojmë me edukatoren. Sa ka bërthama kjo këtu? Kjo, sa ka? 3. Pra sa ka? 3. Qa do vëm këtu? Vërë 3. Bravo. Po kjo, sa ka bërthama? Qa do vëm këtu? Vërë 2. A bëj 2. Si kjo këtu. Bravo. Prita vëm dhe i qik më këshu këtë 3 që të duke tamam. Po tashi, shikoj me edukate. Ikën këto të dyja, dolën këtu. Sa mbetën këtu të shi bërthama? 1, vendos 1 këtu. Atëherë edhe këtu 3 heqim 2, 1. Bravo. Qa ngjyre do e bësh trekonçat? Portokalli. Mi, ka edukatore portokalli. Urdhro. Bëj portokalli. Bravo. Shohim edukatorin tash ushtrimin. Sa bërthamza ka këtu molla? Ha? Amari, sa bërtham? 2. Vendosë qa numri do vëm këtu? Ha? 2, vër 2. Si ky këtu. Vër 2. E bën dot? Kujdes, nuk bëjmë zhurmë, ke isi perla, kujdes. Bravo. Tani çoj edukatore? Mirë. Mundohu se po të punosh me atë nuk të pengohet kjo edukatore kështu. Kështu. Tani shohim edukatore. Po këtu sa ka? 1. Atëherë çfarë do vëm këtu? Vër 1. Po, tash 2 këtu, edhe 1 këtu. Sa bëjnë gjitha së bashku? Vërë 3 këtu. E vë do këto 2 rrumbullaket? Ajer. Shtej, kush e ngacmon anajdin, kujdes. Tash 3, 2 edhe 1, 3 edhe këtu. Ha me edukatore. Rajla, hajde. Futu brenda. Po, vazhdo ullën vëllë. Atëre, Amari, sa bërthamza ka këtu? Atëre, qa numri do vëm këtu? Vër 3 aty. Kujdes, pa zhurë. Atëre, dhe këtu. Sa bërthamza ka këtu? Qa do vëm këtu? Vendos 2. Kujdes. Atëre, shikojmë këtu me edukatore. Ikën këto të dyja, Amari, ikën këto të dyja dolën këtu. Ikën. Sa mbetën aty? Atëre, qa do vëm këtu? Qa do vëm këtu? Qa do vëm këtu? Vër 1. Kujdes. Vër 1.
1. Edhe këtu 3 heqim 2. Bravo, je shumë i mirë, bravo Amari. Qa ngjyrë do t'japi edukatori të bësh 3 këndçet? Portokalli. Si? Portokalli. Portokalli edhe ti. Mirë, jepja Aleja. Mirë, bravo. Merre tash Amelia. Amelia, merre lapsin. Tash sa bërthamza ka këtu molla? Bër dyshin këtu. Shive dyshesh si këtu. E bën dot apo ndihmoj unë? Mirë, hajtë ndihmoj edukatore. Dyshi është kështu një rrumbullake me një këmbë këtu. Tani po këtu sa ka? 1. Vendos njëshin e bën vetë, është i viz. Është i thjesht. Tash shikojmë edukatoren. 2 këtu edhe 1 këtu. Sa bën gjitha së bashku? 3. Për treshin këtu. E vë do treshin si këtu? Po mundoni të servisi dore në shtëpi me numrat, se nuk i bëjmë kod. 1, 2. Ky është treshi, edhe këtu. 2 edhe 1, 3. Tash shikojmë edukatoren. Ja. Edhe këtu. 3 heqim 2, 1. 3 heqim 2, 1. Prit me edukatoren. 3 heqim 2, 1. Për njëshin aty. Bravo. Qa ngjyrë do t'i bësh 3 këndçet? Leila, t'jap edukatore. Dojmë ushtrimin. Sa bërthama ka këtu molla? 2. Vër dyshin këtu. E bën dot dyshin këtë? Apo ndihmoj edukatorja? Hajde ndihmoju. Dyshi kështu. Hopla, ja e plotësuam. Po këtu sa bërthama ka? Vër njëshin. E vë dot si viz këtu njëshi. Këtu te ka kokën e veta. Jo, këtu. Këtu, vër njëshin. Atë shikojmë edukatorin. 2 këtu edhe 1 këtu. Sa janë gjitha së bashku? Numëroj të dyja së bashku. 1, 2, edhe 3. Shive edhe njerë. 1, 2, 3. Së bashku. 2, 3. Tashi qa do vëm këtu? Shive. 1, 2, 3. Qa do vëm këtu? Numëruam. 1, 2, 3. Qa do vëm këtu? Qa numri? Po 3 moj perla. 3. 3 pra. 1, 2, 3. 3. 2 edhe 1, 3. Edhe këtu 2 edhe 1, 3. Tani, perla, shiftu, sa ka këtu? Numëroj këto bërthama tu, sa ka? Ajo mbaroj, s'kem pun me ato, kemi këtu tash, sa bërthama ka kjo molla? Sa ka? O, perla, numëro këtu të bërthama, to 3 këndçat, numëroj. Po numëroj, me edukatorin ditë numërosh 1, 2, edhe 3. Pra qa do vëm këtu? Bravo, ja treshin, një rrumbullake, një tjetër. Po këtu sa ka? Sa janë? Bravo, dhe këtu do vëm dyshin. E shenë që e bëndot? Ja 2. Atere, 2 i kën këtej. Dollën këtu shive, sa mbeti këtu të shi? Sa mbeti? Këtu, këtu, sa mbeti këtu poshtë? Mbeti vetëm? Vetëm 1. 1. Vetëm 1. 1. Edhe këtu, 3 heqim, 2, 1. Qa ngjyrë të bësh atë edukatore? Ja, Leila, t'jap edukatore. Ta që e punoj me Kesin. Si fillojmë ushtrimin me edukatoren? Sa 3 këndçe ka këtu brenda mollës? Bërthama? 2. Qa do vëm këtu? 2. Këtë këtu, e vë dot? Si këtu? Ja, ta bëjmë bashkë me edukatoren. Hajde këtu. Ja, shiko kështu. Një rrumbullake kështu edhe opa kështu në rregull. 2. Ta shishojmë dhe edukatoren. Po këtu sa ka? Sa ka këtu 3 këndçe? Sa shef këtu? Vetëm? Sa është kjo? 1. Atëre vëm njëshin. Atëre këtu, 2 këtu, edhe 1 këtu i numërojmë. 1, 2, edhe 3. Pra këtu do vëm 3. 3. Edhe këtu, 2 edhe 1, 3. 3. Ta shishojmë edukatoren. Po këtu sa ka, numëroj këto. 1, 2, 3. Pra këtu do vëm 3. Tu do vëm 3. Tash prit ndihmoj edukatore, 1 minutë. Perla, ja se e marr edukatore, sa të marrim me Kesin. Po këtu sa ka Kesin, numërojmë? 1. Këtu te tjetra 1. Edhe 2. Pra çfarë do vëm këtu? 2. Po ku le numërove 2, pse thua 4? 1, 2. 2 do vëm që numëruam. Mos flisi kot më kot. Atëre, ikën 2 dolën këtu, mbeti vetëm 1. Këtu 3 heqim 2, 1. 3 heqim 2, 1. Në rregull? Qa ngjyre do tash ta 3 këndçat? Qa ngjyre t'jap edukatorja? A Kesi? Leila? Na bëjmë me Leila, si Perla. Bjere Perla detyrën edukatores?
Shohim edukatorin tash ushtrimin, sa bërthama ka këtu molla? Dë. Qa do vëm këtu? Dë. Vëre dyshin, e vëdo dyshin. Shive dyshi është ky. Vëre dyshin këtu. Nuk i bëjmë shumë shoqes. Se do marrim dhe detyrën tjetër mbrapa. Mbarojmë të detyrë, kemi detyrë tjetër. Nuk bëjmë zhurmë. Da të shoh edukatorja? Jo, mos punojt kokë poshtë. Punojt rrumbullake këtu, pastaj ulet këmbza këtu. Në rregull. Ta shohim këtu me edukator. Po këtu sa ka? Një. Qa do vëm këtu? Vër njëshin viz. Shëndet. Atër njësh, viz, nuk ka nevoj me bëshu, vetëm viz e drejt. 2 dhe 1, këtu, pritashi, 2 dhe 1, numëroj gjitha së bashku sa bëjnë? Po 2 numëroj të gjitha së bashku, dhe këto, duke i numëruar. 1, 2, edhe 3. Qa do vëm këtu? Vëre 3-shin këtu, 2 rumbullaket, i bëndot, apo të një mojon? Vjetë një mojon, se e di që nuk e bëndot, edukatore, se ka për ta bë keq. 1, 2, 3-shin, pritashi, edhe këtu, 2 dhe 1, 3. Shohim edukatorin tash, shohim këtu. Sa bërthama ka këtu molla? 3. Qa do vëm këtu? 3. Bravo. Prit me edukatorin, këto 2 rumbullaket. 1 minutë. 1, prit, 1, 2 rumbullake. Tani, po këtu sa ka? Sa ka këtu? Po shumë mos më zhurmë. Sa ka? Po këtu sa ka? 2. E bëndo 2-shin. Bëj si këtu 2-shin. Prit, si, bje edukatorës. Ka ti se të marrë edukatore prapë, pas taj kisi. Haj, bërë 2-shin. Jo, do servisi dorën. Jo, kështu 2-shin. Një rumbullake me këtë. Tani shif me edukatoren. O, Ernesi, këto të dyja ikën, dalin këtu ke kjo këtu. Sa mbetën këtu të shi? Shikoj ty sa mbeti? 2. Jo, s'kan bet 2. Shiko se kanë bet. Ikën këto edukator, ikën. Nga këte ikën dolën ke rreti tjetër. Sa mbetën aty? Shive mirë. Ernesti, shiko, sa kanë bet aty? 3 konça. Sa kanë bet? 3. Po s'janë 3 edukator, ikën këto. Sa mbetën të shi? Sa? 1 pra? 1. Vër 1 shvistu. Po këtu? 1, 3, heqim 2, 1. Kujdes, mos bërë zhurmë, edukatore. Ha bëj një vizë të drejtu, ke pika. Këtu, më edukatore, pika është këtu. 3, heqim 2, 1. Ashtu, aq, mjaft. Qa ngjyre do e punosh tash i 3 konçet? Qa ngjyre? Ha? Të verdh? Mirë. Nea, fillojmë ushtrimin me edukatorin. Sa bërthama ka këtu? S'janë 1 më edukatorin, numëroj, sa ka këtu? 1, Meza, 1, 2. Pra sa ka? Sa ka? E thej tashi, 1, 2. Po pra thuaj 2 edukatore, vër 2-shin këtu. Ama Anea, Anea. 2. Edhe këtu, kemi sa ka këtu? 1, vër 1-shin këtu. Atëre, 2 edhe 1, numërojmë gjitha bashkë. 1, 2, thuj 2, edhe 3. Pra këtu do vëm 3-shin. Edhe këtu, 3-shin, 2 dhe 1, 3. Mirë. Anea, përshëndrohu këtu. Sa ke këtu tashi? I numërojmë edukatoren? 1, 2 dhe 3. Pra këtu do vëm 3. Prit me edukatoren. Do vëm 3. 1 rumbullake, 2 rumbullake. Tani shim edukatoren. Po këtu sa ka? 2. 1, 2. Do vëm 2. Atere 2 heqim, 3 heqim 2, mbetet 1 viz. E këtu 3 heqim 2, mbetet 1. Qa ngjyre do e ngjyrosësh tashi? 3 konçet? Të kuqet, jap edukatoret. Noe, shohim edukatoren tashi? Noe? Sa 3 konça ke këtu? Ha, numëroj. Këtu brenda, sa ka? Numëroj. Ha, Noe? Ha, more, kush vjen mas njëshit? Noe? Sa ka? 1, 2. Po, ha me edukatorit është i vërë 2-shin këtu, e vëdot? Dita bësh 2-shin. Prit një mojon, prit, se s'ke për të bërë gjë. Prit me edukatoren.
Ashtu. Shiko këtu, po këtu sa ka? Sa tre kanë qenë këtu? Ha, morin, sa tre kanë qenë këtu? Një. Ha, pra thuaj një. Atëherë shohim edukatorin, numërojmë së bashku. 2 edhe 1, 1, 2, edhe 3. Pra që do vëm këtu? 1, 2, 3, që do vëm këtu? 3 me edukatore, 3. Tashi, ha, 3. Edhe këtu 2 edhe 1, 3. Tashi po këtu, shohim tjetrën, prit me edukatoren. Sa 3 kënë që ka këtu? Numëroj. 1, 2, edhe 3. Pra që do vëm këtu? Që do vëm këtu? 3, mo edukator, më sëpërsërit fjallët e mija, 3. Ate do vëm 3-shin. Po këtu sa ka? 2. Ha, 1, 2. Qa do vëm këtu? Këtu? 2. Atëre 3 heqim 2, dolën 2 këtu, mbetet 1. Amanoj ma, 3 heqim 2, 1, do i the mami të të nimoj. Qa ngjyre do i bësh 3 konçet? Hanoj. Kuq, mirë. Bëjmë ushtrimin me edukatoren. Sa janë këtu? Numërojmë edukatoren. 1, edhe 2. Pra këtu do vëm numrin 2. Hajde me edukatoren vëm numrin bashk. Shive këtu me edukatoren. Opla. Vëm ky është 2-shi. Ha? Mirë. Shoh me edukatoren tash. Shik këtu. Po këtu sa ka? Vetëm 1. Vëm 1-shin është i vizë, kështu me edukatoren. Vizë e drejt. Atere, shiri me edukatoren këtu, i numërojmë bashkë. 1, 2, 3. 1, 2, edhe 3. Pra, tu do vëm 3-shin. Shiri me edukatoren, mbaj lapsin mirë. Atere, 1, 2. Në rregull? Tash e vëm 3-shin, ky është 3-shi, me 2 rumullake. Ha? Ky është 2-shi me 1 rumullake, ky është me 2 rumullake. Tani edhe këtu, 2 edhe 1, 3. 1, 2. Në rregull? Shik këtu me edukatoren, po këtu numërojmë këtu. 1, 2, edhe 3. Atë këtu do vëm 3-shin me edukatoren, është ky me 2 rumullake. 1, 2. Shik këtu me edukatoren, kurse këtu kemi 1, numërojmë bashkë, që dorën ti. 1, 2. Tu do vëm 2-shin. Qifte u tash me edukatoren. Pra 2 ikin këtej, mbetet 1. Dhe këtu do vëm 1-shin. Tash edhe këtu 3 heqim 2. Vëre dorën këtu me edukatoren? 1, 3 heqim 2, 1. Qa ngjyre do tash t'japi edukatorja për të bërë 3 këmbçat? Qa ngjyre do? Roz? T'japi edukatorja roz. Mirë. Nëse fillojmë ushtrimin, shohim me edukatorin këtu, sa ka këtu? 2, bravo. Hajde vej me edukatorin 2-shin këtu. Ima edukatorja. 2. Po këtu sa ka? 1. Prit me edukatorin. Si e gjoku? Bravo. Po bëj dhe këto 3 këmbçat tu lart. Edhe këto këtu. Si që bëre ato, bëj dhe këto këtu. Shive këtu. Këtu edukatore, këtu. Bëj. Shive këtu dhe shime edukatoren. Atëhere. 1, numërojmë bashkë. 1. E nejsi 1, 2. Edhe 3. 2 rumbullake. 1, 2. Ky është 3-shi. Edhe këtu 2 edhe 1, 3, 1, 2. Bravo, ja prita marrë edukatore. Kape këtë dëshi? Pritë, rajdeni, prit 1 sekund. Sa mbaroj Enesi. Po, ik vrap, ik me edukatoren. Këtu, shive. O, Enes, shi këtu. Sa ka këtu? Numëroj. 1, pushoj pak. 2, 3, prit njerë edukator. 3, shi këtu. 1, 2, edhe 3. Ta shi vëm 3-shin këtu. Prit, rajdeni, prit. 3. Edhe këtu. Janë 2, 1, 2. Vëm 2-shin. Edhe këtu ta shi. Ikin këto të 2-a, mbetet 1. Vëm 1-shin, 3 2, 1. Prit, edukator, edhe këtu. 3 2, 1. Në rregull, qa ngjyrë t'jap edukatorja? Blu. Tani, këtë javë kemi një mësim të bukur që bën fjalë për një lodër që e pëlqen shumë fëmijët dhe ajo përdoret vetëm në stinën e bukur të pranverës. Dhe fëmijët argëtohen shumë me të dhe bëhet fjalë për balonën.
Bravo, për balonën që ngrihet lart në qiell, fluturon. Ja ku e kemi këtu të vizatuar me edukatoren, balonën. Pra, që ngrihet lart në qiell dhe fluturon lart. Sa më shumë ta lëshoni fijen e perit ju, aq më lart ngjitet ajo, sepse e merr era. Ajo bëhet me shkopinj, me tabak, me ngjyra, i bëhet një bisht i gjatë me, si në formë xhufke të gjatë me fijet që priten të atyre fletave me ngjyra, nga më të ndryshmet, rrypa me ngjyra, dhe formon një bisht i gjatë i bukur si xhufë. Dhe i bashkojmë edhe fijen e gjepit të perit që duhet ja japi mami, kur ato e bëjmë në kushte shtëpie, apo jo? Dhe kujdes, Rajla, çfarë ju duke bërë? Kujdes edukatore. Dhe ato pastaj e lëshojmë në një lugin, shkojmë lart diku ku ka erë shumë, e lëshojmë lart dhe ndjekim pas me fije. Mi ikën balona, sa më shumë ti lëshojmë fijen ne, aq më lart ikën ajo, më lart ikën. Po, mirë po, që të bëjt sa më e bukur balona, edhe pse do jenë letra të bukura me ngjyra me kështu, mund t'i vini dhe në një figurë, në një personazh prallë që pëlqen ju, apo emrin tuaj. Mund të shkruani emrin tuaj me shkronja të mëdha shtypi dhe shikoni pastaj sa lart do ngjitet emri i fëmijëve bashkë me balonën, ë? Është një mjet argëtues, lotër argëtuese, që ju bën edhe të shkallësoni të vraponi, më i rajlari mirë. Edhe ju bën të shkallësoni të vraponi, edhe ju gëzon, ju argëton, në rregull? Do t'i kërkoni ndihmë mamave që t'ju ndihmoj për ta bërë. Duhet shkopin, duhet tabak, letre, duhet fije peri. Mirë. Tani dëgjojmë edukatorin, dëgjoni dhe një vjersh që do ja mësoj edukatore tash. Do të ngrë lart një balon shumë të bukur, lart në qiell, por si flutur, me tabak e bisht të gjatë, fijen pas me vrap, dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, më sjell vetëm plot gëzime. Bravo! Fëmijë, duke qenë se sot kemi bërë mësim balonën fluturues, që është dhe mjet argëtues për fëmijët, një lodër shumë e bukur në natyrë. Sa po vjen pranvera, ne kemi qejf të luajmë me atë lloj. Atëherë kemi vizatim dhe fjalën balona, po dhe vizatim dy fëmijë që po ngrën lart një balon në stinën e pranverës. Po, do punojmë me kujdes. Mirë tha edukatorja? Kujdes. Keni pra edhe shkrimin e fjalës balona dhe vizatim balonën, fjalën, kemi figurën e balonës. Kujdes që të punoni pastër dhe bukur.